Besoj se nuk është një mësim i mirë për shumë të Kosovës. Jo veç Kosovës, por për krejt popullin, domethënë, sidomos për ata se janë matrit. Edhe shumë sene pi normalizojnë, e që aja s'po m'duket hiç mirë. Se të rinjt që jetojnë jashtë venit, sidomos Zvicër, Gjermani dhe të ngjashme, ka shumë që i bashkohen këtij formati. Qysh e cilëson ti? Qysh e menon ti? A menon që unë me të kallëzu drejt nuk e përcjelli qatë shumë. Pavarësisht, po të paktën mes miqësh, mes familjarë ke bisedu. Po. Edhe ke dhoni me ne. Mama, babi... Cylon me këshyre. Jo e këshyrin krejtë kohën ata. Edhe ata për këshyrin krejtë kohën, tani edhe normal se po më kallëzojnë disa sene se po ndodhin edhe nëpërmjet social media, a dashte, as dashte, po dalin aty. Ato të parat nuk janë në kanë qashtë këqia, ama tash ka fundi, tash po thamë sinqerisht për menimin tem, më duket se tepër shumë debate edhe disa sene... Kanë eskalu po me nëjë. Tepër, edhe jashtë moralit, besoj se nuk është një mësim i mirë për shumë të Kosovës. Jo veç Kosovës, por për krejt popullin, domethënë, sidomos për ata se janë matrit. Edhe shumë sene pi normalizojnë, e që aja s'po m'duket hiç mirë. Ti s'kishe hikur në Big Brother? Sigur me qka po thukur. A din që na nuk jena me kritiku askënd, asun personalisht që nuk e përcjelle, po menoj që si nana që jena si tision, unë nane 2 fëmijëve, fëmijët e mi janë pikrisht moshën adoleshencës, vajza e ka 12 e gjys, djali 10 e gjys, dhe kam shumë të vështirë fëmijët e mi me ilan, me ju shfaq një format i tillë kur nuk ka cenzurë. Dhe pavarësisht se që kanë zgjedhë me transmitu, nështë ta duhet në një kohë ose në një orë të caktume me u shfaq skena të cilat nuk janë, ose se nuk janë vishë skenat, se na duhet me kalu këton, janë gjuha e papërshtatshme për moshën e fëmijëve. E vërtet, gjuha papërshtatshme, sjelljet e papërshtatshme. Nuk janë vishë vetë. Jo, nuk janë vetë. Leonora, sa është aty si opioniste, më duket se shumë mirë e jep menimin e vetë. A din atë pak po dallohen menimet e Oltës edhe Leonorës. Oltën e kena për Shqipërisë, plus është një profesion aktore, është e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme ata po, vetëm se Leonora pe thot mendimin pak ma drejt. Thash që i kena Gjakovës ma tradicional, thash bre, nuk e pata këtë. Ne i përkrojmë se cilin njeri, se cilin femën, se cilin burë që zgjedhë mënyrën e vetë qysh me e jetu. Po nështë ta edhe ata du të me tregu e me shpërfaq kujdes edhe të paktën pjesën komerciale me pas ma pak të rëndësishme kur e din që ekspozot para moshës shumë të shtyrë, që ende jena shumë konservatore, ende jena shumë tradicional, që si perceptojnë edhe senet ma bazike, halo, edhe nështë ta, edhe pse me sa di është e cenzurune, deri dikon, po jo aq sa duhet.